që kanë pas Në lufta këtë xhami janë mbajt mbledhjet e UÇK-s. Janë mbajt mbledhjet e UÇK-s, vula e sultanatit. Ti zguxon pse kuqezi, pse kështu. Vetëm për shkak të ngjyrave, Veç për u ngjyra intervistove në polici. Në polici kon. Para zyres, përsis nëmet pejs, kanë ardhur dy polic civil, Kallajgjiçi Miloševiçi mi kanë lidh durt. Ka raste që vallojnë kur i pajtoj çaj pe gëzimit. Kërkojshin pe meje me gjyt flamurin tokë e me shkelën në Majtina. Kjo është xhamia e Jabllanicës së Madhe, në rrethinën e Pejës, një qytet me traditë të hershme fetare e kulturore. Xhamia me rreth 5 shekuj histori, përveç si vend falje, ka shërbyer një periudhë edhe si stre për qytetarët që iknin nga trysnia e agresiorit serb, sidomos gjatë periudhave të represionit dhe luftës. Brenda këtyre mureve janë dalur familje që kërkonin siguri, fjalë shprehse dhe një vend ku të marrin frym për pak qaste. Pse u bë kjo si arriti që të ruaj veten edhe pas 2 herë përpjekje për ta shkatruar, e mësojmë nga Imami Zeka. Mulla Sadria na tregon më shumë lidhje me këtë xhami të bukur që po e shohim këtu. Në këtë xhami gravitojnë 3 fshatra, Jabllanica e Madhe, Jabllanica e Vogël e Radasi. Domethënë 3 fshatra gravitojnë. Është xhamia më e vjetër përpos xhamit çashi xhamia, tani kjo është më e vjetër. Xhamia çashi xhamisë më e vjetër, tani xhamia e Jabllanicës së Madhe është në mbrojtjen e monumenteve. Sa besimtar, sa xhamat në këto 3 zona që përmendëm i zën kjo xhami këtu. Po këtu për Bajram nuk i zën. Qaq edhe pse jam gravitojnë mon qosh, vetëm kufi me mallëzi mo. Shtëpiat e mroma janë të Kosovës, për Bajram mushi plot. Gjumo tash ka ra pak intensiteti, një safet gjys, se edhe shumë tri që falen janë punësuar në për qytete e nëna, pak për marrë nëna vinë ka herë, domethënë është një xhami që frekventohet mirë. Po kjo sipas që kemi ka 530 vjet, një letër, jo tregova juve që ka arë për arhive Stamullit, pro edhe në unën në kundër xhamisë që janë guar mjeshtët e hershëm, e kanë gdhend numrin 1461, domethënë shumë e vjetër, 500 e kusur vjet, është xhami që 2 herë djeg, herën e dytë kur o djeg, është historike për arsye se paramilitarët serb qetnikët, tu i largu familjet. Si kanë ditë ata me bon zullum në popullin shqiptar, kur kanë ardhur këtu në Jabllanicë, në fshatin e Jabllanicë, kanë largu familjet, njerëzit ka ikën një për bjeshk, kanë dashur edhe xhamin me koll, edhe ja ka shti flakën. Por hoxha i Pejës, Amerxhara atëherë kanë të punuen, domethënë imam që të xhami, edhe plaku që është mbas shtëpinë dera, shtëpia drejt me xhami, Luli edhe Amerxhara, të udhim xhamia, të mënu ka ca fyt me ta, edhe serbët, qetnikët për me djeg më fort, kanë bajt kasht edhe tallë kanë shti për me morë xhamia flak më të madhe, këta kanë kundërshtu të mënu me qitet nëna për idhnimi, për mërzije, për inoti, ata ja kanë fshirë den, domethënë Amerxhara dhe Lul Zeka që tu kanë dhënë jetën xhami të mënu me mbrojt xhamin. Mulla Sadri, pse deshtën me kall xhamin? Po serbët, qetnikët, gjithmonë kemi pas anë me që edhe kanë mundu gjithë gjë me fjek këto edhe xhamia i ka pengu edhe shumë xhamia tjera, po unë përflas për xhamin teme që qështu kanë ndodhur në 1915 në luftën e Mrom, vetë është me granatime, në kundër shifen edhe ato kanë ra ato zollat, po kur më kanë dëmtu krejt, po unë me forcat xhamatit, jashtëzakonisht mas lufte shumë të nxehtë u gëzum që u kthym, xhaminën e vjetër kishim ndërtuar, besoni për kulmin, vetëm një ditë më ka vyje, me marrë një kamion, edhe më janis prej Qituhit, dhe të shkolla Besor, dhe Deni Stok, ku ka pas firme, që ka pas blok, Qeremin, Letë, Faknina, për i herë kamionin e kemi narku edhe kemi përruë. Mandej në këtë xhami është interesant dhe me përmend që në kohën e luftës e ka pas kontributin jashtëzakonisht madh, për arsye se korridori kryesor për me lëshu shqiptarët pe i zullumit, jo pe i qefit, kur s'ka pas qef 99-ën, në koridor për shku për Malzi. Këtu me që jemi afër vizë kufitare, ka qenë një zonë strategjike. Këtu koni edhe të fshatin Radas, edhe një Jabllanicë Vogël, po këtu pak ma shumë se jemi ma afër kufinit tu, edhe ka qenë rruga kryesore për me dëpërtu me shku në Malzi. Atër u qelë rruga për me shku shqiptarë që u dufke me largu për Kosove. E këtu non-stop në xhami, me njerë kanë arë një familje, tani ka marrë për këty t'i kom që në shpi, edhe jënë stacionu, u hap lajmi që kush kanë për Malzi që detyrohet,
do të më ardhë, më shkur një Jabllanicë madhe, lajmëru të hoxha edhe të xhamia. Kjo xhami ka shërbyer si lloj strehe, si lloj filtri për të dalë andej pastaj. Po, tani ka zgjat kjo 6 muaj ditë. 6 muaj ditë që kjo xhamie, sa që kati parë kanë flajt burrat, katin e naltë kemi organizuar, kanë flajt me familje ku shokon femnim. Po që ke kur u lajmëru këtë teren, kanë pas do pika, po në vrejtjen e anmikut, kanë 2-3 raste kanë ardhur këtu, një pjesë xhamisë kanë mbajt takim, pa ato punë të veta që kanë pas Në këtë xhami janë mbajt mbledhjet e UÇK-s. Janë mbajt mbledhjet të UÇK-s për punë të tyre që kanë pas, ata e dinë më mirë se unë, po do të thonë e ka pas edhe kontributin edhe kohën gjatë luftës për stacionim në populli që ka dashur më shku për rëzhoj, me pushu këtu pak, me flajt, me organizu tani fshatri, me kuale, me gomore, me krejt, jënë kënë mobilizue për mi morë mi qu, atje në rëzhoj. Kjo drunë konë gjyrë të Jugoslavit, slamurit Jugoslav. E unë e para lufte këmë organizu e këmë po kuqezi. Për shkak se i kin gjyros Këtë po, ka të regu, kush ka të regu, tash nuk mëj me ditë, për herë më kanë mund policia, ti zgudzon pse kuqezi, pse kështu. Vetëm për shkak të ngjyrave, Veç për u ngjyra intervistove në polici. Në polici e konë. Tani më konë polici edhe se xhamia po kesh përdore gjoja, për qësar, më kanë bërë pyetje edhe për çështjet e ngjyrës. Në dhjetor 93-ën, o shpall kushtetuta, edhe unë jam antari i përpilimit kushtetutës Bashkisë Islame. Jem shku disa herë, atje në medrese, në krysi ku është tash atje, me ata udhëhesa tjerë, me juristat Kosovës, edhe me përpilue kushtetutën. Po, kër në shpall zgjedhjet, të në xhami i këmbajtune, është shumë reale që edhe shkolla Jabllanicë vogël, Hil Mosi, krejt arsimtarët e nartë kanë votu që tu. Se populli po edhe arsimtarët e në kanë, edhe flamujnë në këm pas maje që t'i lisi, që është në mbrojtje kuqezi. Kom pështue, pa njëna, edhe kër kemi shpall kushtetutën, Bashkisë Islame, në Prishtinë 4 orë mi konë të rëthumë. Atje në krysit, moqme të xhamia vjetër aty që është, me në res në kanë re, po kër e kemi shpall kushtetutën, që kjo kushtetutë që është të tashit, me në dhjetor 93-ën, dhe më tonë shpall, në Regjebuja në ka thonë, ju që ka jeni prezent, antar deputetun, im konë antar i Kuvendit Bashkisë Islame të 5, me prezentuar në Prishtinë atje, para lufte, thot keni me pas pasoja, edhe shumë reale e konë, nuk ka shku javë edhe të Bashkia Islame, para zyres, Bashkisë Islame të 5, kanë ardhur 2 policë civil, ka Llajgjiçi Miloševići, mi kanë lidhë durët, edhe konë ditë shtune i ndëruar. E popull që shtë shumë, qka ka bo hoxha, që ka bo hoxha, e kanë ditë që në hoxha farve për të keqë, s'ka bo, krejt populli mund vershi, hoxhën e mund me durët lidha dhe qumë. E konë shkak i kushtetutës e Bashkisë Islame. Kanë mojtë një 3-4 orë, rrenë nuk më kanë, po maltërtu, bëllë, qka po dëni me atë kushtetut, për Regjebuja, indje në tha, nëse ju maltërtojnë në shka, ju falë në mani mu. Regjebuja në kemi tonin, Regjebuja në ka ornu dhe nëse imam dhëtë me kry obligimet. Edhe kur mas mrami për me, konë shumë interesant momenti, sa qaj kushtetutë e juve, qëfar teritori ka, se një kushtetutë Bashkisë Islame të Kosovës, përcakton teritorin. Edhe në pjanisi për të në Bashkia Islame, sërbisht atë atje, se di sërbishtën, e Prishtinës, e Mitrovicës, e Pejes, Gjakovës, Prizrenit, Ferizaj, Gjilonit, kër i vinë Preshevë, ka shanë, nonën, babë, karikën, ma ka shtyje, mërdzue, ku po hintin Serbia. Kishe dalë edhe në Preshevë, përveç teritorit Kosovës të tanishëm. Tanishëm, Preshevë është me ne. Edhe Preshevë. është me ne, Kosova e lindore. Mulla Sadrim boni përshtypje që ajo logot, ajo mbishkrimi atje lartë, çfarë kuptimi ka? Po, fëndin, këtë pyetje ndoshta kish kaluar. Këtë xhami kanë vizituar edhe se është e lajmëruar që është e vjetër, është e bukur, është të stilin turk e gurit për atë. Ardha ai drejtori turk që ka qenë, kom dëgjuar që ka vdek Musharafi, që ashtu i kanë thonë, ka ardhur më falë kur ka po çat pjesën që tjenan, tha që kjo vula sultanatit. Thotë unë deri sot nështë i këtë xhamiat e Prizrenit që në shumë vjetër ato, nështë i ato kanë në një, vishë për peje për qiknina, sa hera parë që peshohë është diçka shumë interesante që ajo është vula e sultanatit. Kur folëm për xhami, është interesant puna që jo bo i ndërum, këto arabisht Allah i Muhamedi, këto i mirë Uthmani ato, po edhe këto farë lullë ato. Do më thonë, o dje kur mi aron to kret, 2 herë,
edhe këto, peja të eshit janë qaq punimi hershëm, po nuk o dëmtuhe. Si i lajshim, i bishim e si, delke. Zbukurimet janë, themi ashtu 500 vjeqare dhe zbukurimet. Po, këto e në vjetra. Tani nëse spriton më afru që të me po, që për shembull, dritaret me nëzi ka mor leje për mindrusin, kanë dëmtu me shumë, me nu që të farë stilin tjetër, që hekrat që janë anena, janë stil turk, këta hekrat të zgudzon, shkom guzof me prek heq, po edhe që drunë, to zgudzon me prek. A di pse, e vetë me mundësi është që ky nuk është punë dore. Kërë punu në vakt, vish punë dore është. Nuk është që me këto makinat moderne të ashti. Pa ke pa, e përshet që është me kodra, që është që vetë, dhe më thonë punë dore është, të zgudzon me prek se e ka të vleftën e vetë. Edhe që tonë, që ky, nalë të konë që ky farë stili, që konë në bëti, që ky e ka pështu me qëtë pjesë që. Edhe nalë të konë krejt që ka qështu, po da, kur min tokë, duhet me atit në rishtë se kështë nuk dim. Edhe unë jam shumë aktiv, këtë pikpamje. Që të fshatë që tu, pe që mi hoqë, ka ndodhë vetëm një therje. 2-3 janë therë, njësë të në pajtu. Pe që më në hoqë tu s'ka nga tres. S'ka këtu nga tres, e që. Mulla Sadri, për nga tresat, për problemet dhe zgjidhjet e tyre, do të flasim në ambient tjetër, e për këtë pjesë këto të falenderoj shumë. Ndë shumë dhe për juve knasia. Po që ta shumë. Sadri Zeka njihet gjërësisht si hoxha i pajtimeve, për shkak të rolit të tij në afro 500 raste të pajtimeve të gjaqeve, ku fjala e tij ka shërbyer si urë mes familjeve të ndara nga hasmëria. Ai rrëthen se këto përballje shpesh janë zhvilluar larg syrit të publikut, në shtëpi dhe në fshatra, aty ku dhimbja kërkon fjalë të matur. Mulla Sadri, njohin edhe si hoxha i pajtimit, hoxha i flamurit edhe hoxha i kufinit. Të trijat kemi na tregu ka pak se pse qysh ka ardhur deri te kjo, e nisim me kjo pse hoxha i pajtimit. Po, faleminderit shumë për pyetje. Në thrashe që shtu, barëm shumë kush nuk ma din emnin, po ka të hinë të pa ma se dikun, në edhe hoqë kufinin, hoqë pajtimi, hoqë flamuri. Mas jem të pajtimit që unë kom para veti edhe disa procese, se unë kom dikun një 450 raste, besot tash do raste nuk pishënoj, se unë të matë mëdhet, unë i kom natyrave ndryshme, rrahje, therje, vrasje, në më thonë edhe ka qashtje martesore aty dikun do raste, tanat, në 450 raste që i... Pa i përfshi këto incidentet e vogla që po i qënë aksidente? Po, jo do incidente, nuk për shkrujt arsi që me gjitha ato kalon mbi 500 shifra. Valaj po, me këso do që cikrime, jo prëndësore, jo martesore, jo aksident, jo vdekje, po kam bo ndeshje, në lëndue, ato nuk pishënoj, po... Po, se dhe nga të rego paraprakisht, pse vendose me hi kësaj rrugë? Qysh ka ndiku identiteti jo të fetar si imam? Që ke pyti shumë me vend, pse qysh mu unë kadrove tash. Mas pari, unë kom edhe për pas shkollës mesme, kom edhe fakultet juridik, edhe kur hina hoqë tu, se hoqë e përpashme vdiq. E unë tash në punë, kem hinë ditë në Prishtinë, për në qitën për atje, edhe diq hoqë e tytë, edhe baba jem ka pas dëshirë, edhe fshati bon kërkes, mësi ki kry për hoxha, banë ku me morë tjetër, di që i hoxha i përpashëm, edhe situata i shëron për punësim, largojshim për punë, edhe atëherë unë pranova me hi. Pse, edhe familjarisht që kom pak, duhet me livdu se e din tonë, baba jam në burg, nona jam në burg. Po kër jemi të pajtimet, kër je imam, tashi, edhe ke autoritet si familje, si person kështu, për gjithë që ka ndoshin, valaj hoxha, dhe më thonë vetë edhe vullneti, edhe në kuadrova. Po duhet me posë edhe stil pak. Qysh me afruat dhe i të pajtimet, natyreve ndryshme. E kërkon një fa shkolle? Po, duhet shumë njëna. Tash, për shambull, kur ndodhë rasti, është interesant se dojnë komente shumë të më dha. Më shku me njëherë me thonë njerit, me ma fale, se dhe qëre, unë e halajem me lëndime, trona i kujtojnë, kujtojnë, ma që njerë më falë. Mja falë. Po mas mja që u heqët, e ka tjetëri sekletët, edhe që shkam boni edhe nuk përmërzitit për mu. Dhe më thonë, mas mi shku i dhënohet, mi shku për duhet, atë proces, hapi parë është, mi shku me thonë familja që i ka bo këtë incident ose këtë rast, është pishman, po kërkon, mu më ka autorizu edhe të ashti gjinshmeria ime, vujtit e mija, para lufte, flamurit ato, morën një farje hone më dojshin populli edhe të shë vëllë Mulla Sadri nuk më me të thotë. Edhe janë njësa
të morhov edhe e morën vesh që populli që unë këto pajtime nuk i bëjmë me interes. Me interes. Se më konë që janë do pleshne për teren të Kosovës, që kur shkojnë me pajtu një sanë, ata kanë tarifën e vetë. Të unë nuk ka kësoshne. Dhe më thonë, kur e merë vesh populli që je fisë e bililja, veç për interes me bo mirë, kedhim shmërije, popullit morin parasysh. Ndryshme, unë muni me inqizue, por i kom do përqesi këtu që i maj, emnat... Kjo është një formë se qysh i bën pajtimet. Unë e shkruj. E qka përmban kjo shkres, këtu për shambull? Kërkur dy familje, për shambull, janë pajtu, edhe unë ta shkruj kërkom shtimë shkruj, që një është Sadrizeka Imamune, Demirovici, një hojgjë bëshnjak këtu që kanë do rastin vitëmërit, Muzdi Arifa i kryetarin e kom morë me veti, edhe Muhammed Mavra nërkatarin. Dhe me thonë, tashti unë, kur du me pajtu një sen, nuk shkoj veç vetën. Të marra dhe figura tjera, që këtu e kemë edhe këtu apet që ta njerëzi, që marrë. Po, ka raste njëherë një televizion, këto e përdori, kur prishën 2-3 pa nevoj për pa lidhe, 20 këshillet bashkëtis për martes të lumëtën. Do të meresh edhe me këtë pjesë Po, këta kur prishën shumë i kthej, po, divorce që kanë... Probleme... Po, që për arsynet shumë të vogla, shkojnë prishën dhe shka shumë, kur i kthej. Tani kanë shkruje për pos një liber, kanë qitë këtu, ma ka kushtu muë, nisër nga Rrenja, Mulla Sadrizekaj. Kom raste edhe sot, dhe ditit njerëzit, për çdo rast më lajmërohen, po, ka raste që e di unë e vetën pak sa kom aty fuqi, edhe ja di pak, e thom jo, që tu filonë mundet. Që to është komere filonë, se e njeftë teritorin, që 4-5 vjetë. Ka raste që kur nuk është punë për nuk është punë për mu, po, ja do vendin e dorë. Jo, ka do raste që nuk hiku janë të borqet, borqe më ka bërë që jo me këto kamat me këto, ato nuk preferoj. Dhe më thonë, për pajtime, jashtë zakonisht kom sukses, jam shumë i lumëtën se ka raste që valojnë kur i pajtoj qaj për i gzimit. Më rrit me shtinë sistem, ti nuk ka faj më naltë me japi shkolle. As gratë me dalë me shëtit, me kry punë të veta, as vlau, as baba. Ti ke punë me qatë person që e ka po veprën. Ato shtete e ka morë, ato në... Dhe më thonë, e kom hek për e tonë që më mbyllë familjet. Më mbyllë familjet. Më ti ka ndodhë që për ta foli, ti nuk qosh për këtu i ketë melon, tokë këtë aso, të unës nuk kanë pi ujë. Dhe më thonë, kom arrit me hek atonë që personi që ka po veprën, edhe i ndëruar, qëndrim, i ndëruar, kur ndodhë me njëherë është tensioni nëllë, shkon gjëgjë, ka për shumë është i burgosin 50 vjetë, 10 vjetë, të rritën fëmija, familjarët, shkon pak të, edhe e bëden vetën që nuk ka rrugë mu hakmarë. Shkon në qatë momentin, kur ndodhë problemi që aty është gjithshmeria njerëzit që duhet mu afruhet e problemi edhe me pas sukses. Mulla Sadri, pas ka një veprimtari gjatë gjerë, na duhet mendimi yt personal, qysh e shet ti, që të ndryshimin që thaje është ndryshu, duke fillu për kjo pseses që është hakmar, ndoshta për një personi, është izolu tër familja, e deri të kretë ndryshimet. Një krahasim mes kohës ma hershme edhe tash. A ka rastet numrat njëjtë, a është njëjtë strategjia e pajtimit sigur atëherë edhe tash, për shembull, a janë numri rasteve të njëjta? Ja, për shumë pyetje me vend tash që unë vetë, që 4 vjetë shunina, në fillim ka pas në Savena, në fillim. Po tash ti, sidomos mas luftin, nuk ka së rastësh. Nuk ka raste. A është numri ma i vogël, apo është natyra ndryshe është numri? Ja, tash ti, këto vrasjet e vllavrasjet, unë tash nuk mundet se po ndodhe në për raste tjera. Hakmarrje materiala nuk ka, dhe me thonë, problemin e vjetës. Më tharë fshatë temi s'ka që ka, edhe këtë tereni kënina. Po pse kanë biznisin e kanë do mësë marrëveshje rreth disa senave tjera, tjetër në ato nuk hiun ato, sepse janë punë interesi, punë... Qka për digjonë, qështje më ndryshme? Këtë generatat më të reja, që sheshe, a është ma letë me i pajtu 2 të rinj, apo është ma fështirja ma të ka njës që sheshe për mende? Jo, tash janë ma letë është pak, ma letë, për asyj se tash nuk ka në qmim as të kur gjonë heqë, për shemull, për para u vetë ke plaku, kish ras si plaku nuk ju nishin, nëse plaku është i mire, me nëj ke mirë për që familja i kry ke punën, trit nuk u zëshim një përzi, edhe kryshim me që ato. Tash ti ndodh, trit e kanë morë në dorë pak, janë trit, problemet më ndodhin me strive, edhe plaku nuk ju ndërhyn, me gjithse materiala janë shumë,
natyra ndryshme, diçka që ka po ndodhin, po nuk janë të mira, po nuk janë, që me thonë, natyrës pajtimeve, po merren vesh me gjyqje, po merren vesh me tjera, po pajtimet janë shumë kënaqësi e madhe. Unë për veti e kam gjetë vetën aty dhe jam konë shumë i lumtur që kam suksesin që të punë. Në fjalët e imamit Zeka ndihet pesha e viteve ku mbajtja e flamurit shqiptar nuk ishte thjesht një simbol, por edhe rrezik i hapur për çdo që guxonte ta ruante atë. Për shumë kënd mjafton një ngjyrë kuq e zi që të kthehesh në shënjestër të dhunës. Në këtë rrëfim, Sadri Zeka flet për një kohë kur besimi dhe dashuria viheshin përballë forcës së dhunës. Këtu nis historia që do ta lidh emrin e tij me flamurin, jo vetëm si simbol ceremonial, por si barr që është mbajtur me pasoja. E Mulla Sadri Hoxha i flamurit, pse? Po, e para është, po du me treguar që qysh më ka ndodhur flamurin që aty e mora, jo që diçka desha me shit trimni, po e mora që aty se merke, e mora, dasha me madhe dhe të shkue, është një rrugë aty ku do trup. Kush ka tregu nuk e di, na ka ndalë policia, një boshnjak edhe një shko, edhe ku i erdhën një not ata që komun e flamurin, i erdhën një not, Hoxha flamurin, tash dëshim me maltërtu, leqi më rren me tyta pushke që të 3 javë s'ka mujtë pëqua, sot i kom brit dëmtume, po kërkojshin pe i meje me gjujtë flamurin tokë e me shkelën në majtina. Flamurin ku që zin të Kuqë me shkel, më thëshë me shkel. Nuk i dërzovan aty, re ma murin ma shkyllë flamurin edhe lanë, që të është rrugë për pekë, shkojmë, një ven aty, edhe nuk ja dhashun aty në. Merdi notë, kërështë që shku një kilometër ma nena, po presi që po bëhet me mu. Unë edhe prej notë jam shku një fshat këtu një rithire të konë një mjeshtë të cufa, një mjeshtë e opela. I përgjoku në lëqavë të ta që hoqë që të tashë flamur ma murën, më rren, a që ka për dënë flamurin. Kur kum kanë reo konë flamuri, ju një 3, ka pa lejua zemlosje tërë, flamuri madhë, ku që zi këtu, po yli nonash. Pa nuk ka posë yli në mes 2 krenash, po yli ma madhë, një nonash. Po edhe pse ka pa leju, pa e dëshin me posë edhe i flamur, ja Serbia, ja Jugoslavisë. Edhe unë edhe shkova ta i thashë, që ka të ramaj flamur, që nuk shkojnë, edhe i reun edhe po shkoj pa flamur, tha hoqë në kom një flamur, i kishë posë sodi, që kemi sëtë. Ama ti mës kej kasa veç që i kalzoj kuj. E kom morë flamurin, me ato im shkojnë bashkan gjitë kryshe, për që ditë zotit, i miro do rrugë, më shefta, nuk në kanë mund, ka e mbarë, e më dalë e kom morë flamurin, të shkym që ashtu e kom në shpi, për më ka djegë në këtë luft me shpije me flamurin. Jemi re edhe për qashtje turgos të ashenina, edhe me flamur, edhe 2 herë për flamur, 1 herë me gjemot, edhe 1 herë për rrugovën, dhe me thonë, e mërëshin vesh popët të ishin Mulla Sadria, maraj, dojnë me mytës, dojnë më dërzuhe, përse ta morë pak një farë knasija dhe një farë hovi. Për këta dule emri Hoxha i flamurit. Hoxha i flamurit, po. Unë e këtu për kontributin tem, i kom këtu mirë njohje. Kjo është Mulla Sadria, ka epë shëqata Kosovë Malësi, Martin Dresha e Tuzit, është një Malitësi. Kjo është rreth flamurit bashkuar, në ndonë. Mirë njohje është kjo për Martin Dreshaj. Kjo është certifikat për kur kom seminarja të stigmet për dhunës familje seksuale. Mirë njohje për shkrimtarve, kom këto, më ka një mirë njohje shëqata shkrimtarve. Se kontributi jam është para lufte, gjatë lufte, në rëzhoj edhe mas lufte. Mulla Sadri për fund nga të regohë, pse Hoxha i kufirit? Edhe kjo është shkurta, si se është një temë shumë e gjatë, për arsye se që atje në atë pjesën ku në kufime Malëzije, gjithmonë mi dalë bjeshk na, familja jonë, deqoni, krejti kemi pas bjeshk, po mas lufte... Kufiri është shumë afer për këto. Po për këtu i të afer, edhe një gjëmo vinë, se kona deqonit i kanë mas shumë që atë pjesët e ku prekën. Lukës edhe strelcit, vinë 2 djelë 3 për mu falë. Në gjëmë, tha që të hoqë bre, tha që ka bo, tha që zotën, janë dalë, tha, s'për në alonë me dalë në bjeshk, për në njekun, njëna të pse, tha, ti qonë që të pëthon e jona. Edhe tha, a për në bashkën gjithë, tha, me krejtë gjemot. Edhe kemi kundërshtu, që tu është një rëstanar athiret, e kemi mojt takimin e parë, blokadën e parë rrugës, për lajmëru policinë. Se me lajmëru policinë nuk lejojnë. Që shemi dalë, një kom organizu me autoparlant, po një 200 vetë, po s'ka ditë policia kur gjo. Edhe jemi dalë, kemi bloku ku rrugën 1 orë.
Kur e bën 12-20 minuta kanë një policia atje janar i komandanti në Vergoshi ata për herë hoxha dashte me midje duhet ai komandant më se gocëgjën. Hoxha ti organizu po. Tha ati në policit i tha shkruaj aty pe mllefit madh, janë dalë pi kafes një tur me vogël edhe kanë bën një pengesë të vogël. Tha se hoxha me çuçuar atje. Edhe u bë e madhe çarçi. Ne tani dytën herë kemi bllokuar 4 orë rrugën. 4 orë rrugën e kemi bllokuar, mas me lëviz ku kushi. Nuk ka shku shumë gjatë edhe policia thirrin kush për organizon këtë punë, Mulla Sadria. Thirrin policia mu pejkojnë me Malezi e ka quhe, më thirrin mu policia. Thonë Mulla Sadria je akuzum për menjanimin e tabelës. Sepse e kanë qitë tabelen që atje, jemi shkuja, kemi hek, 2 komësja kemi këput, e kemi gjujtë në rrugë. Sa bo 2 ditë në orë me forca të reja, e kanë qitë tjetërën, e kemi bo përkaftar, se jo vizë 2 kompën në rrugë, sa da ditë nuk ka ma aty tabelën. Po kush për bënë të, Mulla Sadria akuzën, mu 5 vjetë e ka pas dalu me më shku. Tash ma kanë hek, sepse Sadria e ka milimenar në komunët Pejë, se kona Liberisha dhe, or Haredin Kuqi, Ismet Sheremeti, Behar Selimi, udhesat policisë, edhe që keni bo, qëri keni prek një shenj, një shteti tjetër e njëna, a ishme kush është a i hoxha për në civilë, që këmë marrë ke krojnë. Si mirë ke bo. Në këto rrëfime ndërthurën 3 shtresa të së njëjtës jetë: besimi, adheu dhe shërbimi ndaj njerëzve. Nga xhamia e vjetër e Jabllanicës së Madhe, te pajtimet e gjaqeve. Nga flamuri mbajtur me rrezik tek kufiri i kaluar me përgjegjësi, rrugtimi i imamit Sadri Zeka flet për një rol që nuk u kufizua vetëm brenda xhamisë. Në kohë lufte dhe në kohë paqeje, ai e ka kuptuar imamin si një njeri të terrenit, pran njerëzve dhe pran plagëve të shoqërisë, aty ku besimi dhe dashuria kërkojnë veprim, jo vetëm fjalë. Sepse besimi dhe dashuria kanë jetuar gjithmonë bashk, krah për krah.